barnat antikoagulante apo kundër mpiksjes së gjakut. Enoxaparin, Nadroparin dhe Rivaroxaban tashmë janë të disponueshme në farmaci, duke u mundësuar pacientëve qasje më të lehtë në terapi dhe kosto dukshëm më të ulta, njoftoi drejtori i Fondit të Sigurimit Shëndetësor të Maqedonisë, Sasho Klekovski. Sipas tij, barnat Enoxaparin dhe Nadroparin, të cilët deri më tani siguroheshin përmes rimbursimit, tani mund të tërhiqen drejt për drejt në farmaci me recetë të lëshuar nga mjeku specialist. Pjesëmarrja e pacientëve për këto barna do të variojë nga 160 deri në 240 denar, varësisht nga doza dhe paketimi, në vend të çmimit të deritanishëm prej 1160 deri në 2700 denar. Një nga markat do të jetë i disponueshëm pa pagesë shtesë, ndërsa për dy markat e tjera do të ketë bashkëpagesë. Klekovski theksoi se me kërkesë të qytetarëve Fondi i Sigurimit Shëndetësor do të vazhdojë rimbursimin e këtyre dy barnave gjatë një periudhe kalimtare deri më 15 korrik 2026. Njëkohësisht, Rivaroxaban për herë të parë është përfshirë në listën pozitive të barnave për paketimin më të përdorur prej 30 tabletash nga 10 mg, i cili deri më tani kushtonte 2228 denar. Pacientët tani do të paguajnë 160 denar pjesëmarrje dhe 315 denar bashkëpagesë ose gjithsej 475 denar. Kjo nuk kupton një kursim prej 1752 denarësh. Nga 1 janari 2027, Rivaroxaban do të jetë i disponueshëm vetëm me pjesëmarrje pa bashkëpagesë shtesë. Sipas Klekovskit, ulja e çmimit referues do të sjellë kursime jo vetëm për pacientët, por edhe për Fondin e Sigurimit Shëndetësor, ndërsa i paralajmëroi edhe zgjerimin e mëtejmë të listës së pozitive të barnave.